Ato armë të përdorura mirë kanë vrarë gati 70.000 palestinez, shumica gra dhe fëmijë. Izraeli ka hedhur mbi 200.000 tonë eksploziv mbi Gazën, duke rrafshuar lagje të tëra, spitale, shkolla dhe kampe refugjatësh. Ai foli për fundin e terrorit, por nuk e kishte fjalën për terrorin e rrëfimit e të uris, apo për atë të një nëne që gërmon rënojat për gjetur fëmijën e saj. Ai nënkuptonte fundin e rezistencës palestineze, dorëzimin përfundimtar të një populli që refuzon të zhduket. Trump bëri thirrje për forcën dhe sigurinë e Izraelit, por jo për jetët e humbura nën bombat e tij. Ai foli për paqe, por ajo që ofroi ishte nënshtrim. Paqja e varreve dhe heshtja që pason shkatrimin total. Në një moment tjetër domethënës, lavdrimi i Trumpit për miliarderen e krahut të djathtë Miriam Adelson dhe bashkëshortin e saj të ndjer Sheldon ishte një tjetër pranim. Duke kujtuar vizitat e tyre, miliardat dhe dashurinë e tyre të thellë për Izraelin, Trump foli hapur për rrjetet financiare dhe politike që mbajnë në këmbë pushtetin izraelit dhe formësojnë politikën amerikane. Nuk kishte asnjë shenjë turpi në tonin e tij teksa përqafoi publikisht atë që të tjerët përpiqen ta fshehin, ndikimin e paras mbi politikën e jashtme amerikane dhe krenarinë që ai ndjen për këtë fakt.